Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë shfaqet edhe në RTV Dugagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Ljoft pa fillu bashkëbisedimin, mos harrojmë të përmendim sponsorin tanë të Art Exfis, ndërsa me neve kësaj radhe është profesor Artan Luzi. Profesor, mirë se vjen. Mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën, dhe është një kënaqësi e veçantë, speciale, sepse ju jeni të parët njerëz që kam njohur kur kam ardhur për herë të parë me 4 janar 2018 në Kosovë. Kënaqësi zë bisedu me ty, pe ditë sport. Edhe ju atëherë kishte qenë pak më të ri, se tash shikoj. Po. Edhe te kena fitu edhe na do kupa. Po, së bashku. Kënaqësi e veçantë. Faleminderit. Për ata që nuk e din, Luzi karrierën si futbollist e ka filluar te Tirana, ku ka dalë kampion, kalu me emra të mëdha asoj kohe, në ndërta dhe trajneri Mire Ljosa që ka punu në Kosovë. Vazhdon. Pak e din këtë që edhe unë kam qenë futbollist e kujtoj se kam qenë basketbolist. Te Tirana e modha aty në vitet 80-90. Pastaj shkon në Itali jeton, ja nis më mirë me punën e trajnerit, kthehet në Shqipëni dhe që 9 vjet është në Kosovë me klube si Prishtina, Dugagjini, tash te Ushtreja. A pja nisëm qysh ja ke nis me futbollin? Ç'ka është pjesa ma... Jo, është, po, do të tregoj shkurtimisht disa gjëra. Unë futbollin e kam nisur në Tiranë që i vogël. Jam afruar me ekipet të Zinxhir Tiranës, kam pasur një trajner quhej Ilir Muça, sepse ekipi Zinxhir në atë kohë funksionoshin para të rit, i thoshin që ishte mosha 13 dhe para të rit. Ku ka qenë trajner, kam pas trajner, një nga trajnerët që ka zbuluar talentet më të artë që ka Shqipëria, edhe Josën, Edminga Kola, që quhej Haxhi Arbana Mema, që është babai i një nga lojtarëve dhe trajnerëve më të mëdhenj që ka pasur Tirana asaj kohe, Sulejman Memës. Gjithë e njihni besoj Sulejman Memën. Ne kam pas atë trajner. Kam pas trajner dhe xhajen e Sulejman Memës, që quhet Ali Mema, që është babai i Ardian Memës. Ali Mema është ndoshta futbollisti më i mirë i gjithë historisë së klubit Tiranës. Po pak histori të vjetra të asaj kohe. Edhe po thoja që kam filluar rastisht. Një shok më shkon ke Tirana, më shikojnë trajnerët, më mbajnë, edhe aty fillon karriera. Fillojnë fillim fare me këto topat në Qemar Stafa, kur lunte ekipi kombëtar, kur lunte Tirana, këto finalet e kupave që u bënte, mbaj mend një lojë që ka qenë shumë interesante, që ka qenë themi pika e kthesës. Loste Tirana me Dinamon e Bukureshtit. Edhe Agustin Kola, Shkëlqi Muça më duket, bën gol. Unë kam qenë duke kapur topat, kam qenë 14 vjeç, diçka e tillë. Edhe jam nga ato fëmijë që shkoi e përqafoi se ai do aksioni i tillë dhe shkoi, ajo ka qenë pika kthes. Ku fillova të besoja, ajo atmosferë shumë e madhe, gjigante. Ajo ka qenë pika kthes që fillova të mendoja seriozisht për futboll. Pastaj filloi ajo seleksionimi i moshave, se ka pasur shumë seleksionim te i mase. Ka bos ma pa klube, profesor, apo... Klubet kanë qenë pak a shumë, janë si sot. Struktura është si sot. Po, ama seleksionimi ka qenë shumë i madh. Nuk mund të shkosh ke Tirana të lose asnjë fëmijë. Nuk ka pasur rekomandime. Nëse, një farë rekomandime që ka pasur, po shumica jo. Për shembull, klubi i Tiranës ka qenë gjithë shtresa qytetare e Tiranës. Më kujtohet që për shembull në ekipin e parë Tiranës kemi qenë diku 14 persona me origjinë Tirane. Po. Po flas, familja ime në Tiranë ka këtu 300 vjet. Po. Të themi Tirana, mos kujtoni Skënderbeun, pa ato rrethinat se faktikisht Tiranës nuk ekziston. Rrethina është ajo që bën Tirana. Po unë për shembull vi nga një fshat, familja ime,
vjen nga një fshat që quhet Yshek, që është fshati i parë që lidhet me Tiranën. Është gati ndoshta 5 kilometra në këmbë nga Skënderbeu. Pastaj kam jetuar ke rruga e Kavajës, që themi ne, ka qenë klubi i Tiranës, që themi diçka tjetër që quhet përpara Parku i Xhatomit. Pastaj komunizmi është një histori tjetër, po aty kam nisur. Banesa ime me klubin e Tiranës është 10 metra. Aq fort ka qenë identiteti i asaj kohe që ishte ëndër me lo për Tiranë. Me los për Tiranë. Më kujtohet një episod që akoma s'kam vërtetuar derisa të vdes. Çfarë do thotë fjala Tiranë? Kam qenë tek Paratrit, kam qenë diku 14 vjeç, kujtohet 15 vjeç. Edhe shkojmë e bëjmë një miqësore me Partizanin. Imagjinoje çfarë ishte. Edhe kam pas një trajner që quhej Ilir Muça. Ai më thonë që më ka marrë fillim fare, isha kapiteni i ekipit. Edhe loja del 1-1. Ne po humbisim, barazuam del loja 1-1. Të marrë shkojmë stërvitje. Sa atëherë kanë qenë 2 herë në javë stërvitjet. Si ishin të vegjël kështu me radhë. Edhe i them unë profesor, mirë është me nder më ka futur një shpull nga mbrapa. Edhe ky ka qenë leksioni im i parë që më ka vlerësuar për gjithë jetën edhe sot, që e mbaj. Atë inatin e fitores, duhet me pranu humbjen, po me dinjitetin dhe kokën lart. Ky ishte mësimi i parë që mora nga Ilir Muça, ishte trajneri. Pastaj kam pasur trajnerë të tjerë si Haxhi Arbana, një nga që ka zbuluar gjithat e plejadën e artë të viteve 80-90, e ka zbuluar ai. Djalin e tij Xhaxhain, vllajën e tij Mema, Ali Mema, një nga lojtarët më të mëdhenj që ka pasur historia e Shqipërisë, vetëm Tiranë. Pastaj edhe ato lojtarë që unë kam lozur pavarësisht se kam qenë i vogël mosh, Minga, Kola, Josa, Lekbello, Hodi, Ali Mehmeti, Liti, Sharra, Daja, edhe më i bukur e këtyre emrave që po ju them që këto janë autokton Tiranës. Aq që fort ka qenë sensi i identitetit. Trener debutimi në ekipin e parë ka ardhur herët. Domethënë 16 vjeç, se i përmend të emra me këta ke luan. Jo, debutimin e kam pasur 16 vjeç e 3 muaj. Nuk e di në historinë e klubit Tiranës, jam më i riu, po më duket se Minga ka debutuar 16 vjeç e pak. Po se kam po di që 16 vjeç e 3 muaj kam bërë lojën e parë në Juventus stadiumi Dinamo. Ja, dhe kemi luajtur kundër Apollonis së Fierit. Ka qenë një lojtar në atë kohë Majaci, Kujti Majaci ka qenë lojtar i kombëtar shumë i fortë, shumë i fuqishëm, ka vdek ndjes pas. Edhe afrimi im i parë me klubin e Tiranës ka qenë maj, unë jam i datë lindjes mars, 3 mars, pas që bëj gati, s'po e them moshës. Po ai ka qenë impakti im i parë me klubin e Tiranës, ekipin e parë. Fati donte që kisha fituar edhe me moshat, se unë kam nisur ke moshat edhe i kam fituar gjithë kampionatet. Ne i thoshim para trit. Ka qenë i kampionat shpres, apo i u fut më vonë sistemi i futi më vonë. Edhe me ekipin e parë, kam pas fatin shumë të madh që kam fituar, po ama kjo është formimi, ajo që po ju tregoja, dhe aftësia e trajnerave që ne kemi pasur. Unë kam pas trajnera që kanë lozur me ekip kombëtar. Kam pas një trajner Shqyqyri Reli, që ka qenë dhe i Tiranës, por ka qenë dhe ekipit kombëtar. Nine Naçi, që ka qenë ish lojtar i ekipit kombëtar, lojtar i Tiranës, rekordmend. Sulejman Mema, Milan Baçi, kanë qenë flamujt të Tiranës. Edhe unë kam pas fatin të mësoja nga ata. Edhe kam qenë i privilegjuar. Të lozje me Tiranën atë kohë, unë akoma sot kam, si me thonë, ajo Prishtina e famshme e viteve 80 ke ju, ajo ka qenë ajo ndjeshmëria, ajo forca e Tiranës. Du ju them diçka që më kujtua tani. Du them një episod që lozje me Partizanin. Edhe unë kam nis karrierën si mbrojtës. Edhe më lejnë me markuar, ishte një goditje dënimi, edhe më lejnë me markuar sulmuesin e Partizanit që quhet Kaçaçi. Ai ka pasur një kërcim të thash. Edhe në këtë korne, ai ma merr kohën, unë isha dhe i ri, unë po flasim, mund të kem qenë 18 vjeç në atë moment. Më merr kohën dhe bën shënon Partizanin dhe fiton. Po ju them që një javë nuk kam dalë nga shtëpia. Aq fort ka qenë ajo
ndjenja e përgjegjësisë për atë bluzë që ne veshim sot. Po, nese, kjo është dhe kohë tjera, kohë e komunizmit, gjërat ndryshojnë. Ka disa gjëra. Ma e ke fitu kampionatin me Tiranën edhe me ekipin e... Jo, unë i kam fituar gjithë kampionat. Viles kam fituar 2 kampionate me ekipin e parë. Po njëri nuk më njihet sepse isha me ekipin e trive, se atëherë kanë qenë bordorot komuniste që duhet figuroshin 22 lojtarë këtej, 22 këtej, se aq ka qenë në atë kohë nuk lejoshim më shumë lojtarë. Edhe kam fitu, po ai s'mjifet, ky mjifet. Po s'është ndonjë gjë e madhe se Tirana është zemra, nuk është titull, është zemra që ke brenda që ti e përçon atë. Nuk ka rëndësi ajo. Rëndësi ka që unë jam krenar që kam veshur bluzën e Tiranës, kjo ka rëndësi. Qysh kam prit ata emrat mëdha që përmenden në ekipën e parë kur dole? Unë kam qenë fëmijë, edhe kam mësuar shumë nga ata. Mbaj me një lojë, një nga ato lojtarë më bërtet. Nuk e disha bëra pa gabim pasima, se më mbaj mend tash, po Agustin Kola ka qenë shumë temperament. Tema se temperament. Edhe më bërtet. Edhe ka qenë krenar Ali Mehmeti, më vjen afër se ne flasim pak Tiranë, se domethënë gegrish flasim. Ai thot mos i ve me aty për luj. Edhe e mbaj mend që sot, po ajo ka qenë një familje. Vetë fakti që ne kemi qenë gjithë me origjinë nga Tirana. Edhe është çuditshme që për shembull tirancët e kanë mbiemrin e shkurt. Po, me 4-5 shkronja. Edhe kemi qenë një grup fantastik. Kur e mbaj mend emocionohem akoma. Është periudha më e bukur e jetës time si futbollist. E përmende, profesor, që gjithë emrat mëdhej, që sigurisht i njohim edhe na, tani ma unë kam bo karriera edhe si trajner, apo në atë kohën si futbollist, ku shukon ai lejtari që ka bo për shtypje mas shumë ti? Po. Që ke thonë, wow, që ke bëj ka diferencën. Për mua, për shumë lojtarët që kam pas këtë Tirana, kanë qenë 2 emra faktikisht. Një ka qenë i Dinamos që Sulejman Demollari. Më kujtohet një herë, unë kam qenë shumë temperant, agresiv, i shpejt, luftarak. Edhe më bëjnë me marku Sulejman Demollarin gjatë lojës. Mas 20 minutash që Gjurjeteli ma ndryshon markaturën se s'kuptova asgjë. Aq potencial fort ka pas ai. Kurse nga ato lojtarët kam pas një lojtar që është Shkëlqi Muça. Për Kosovën është akoma edhe sot që bëj këtë punë që jam trajner, nuk e kam kuptuar ai 5 vjet kemi netur bashkë. A luante me djatën a me të majtë. Një lojtar formidabël, lojtar që ka bërë në kupat e kampionave gol, në atë kohë po flasim. Lojtar që Dinamos Bukurestit gol, më duket se ka bërë gol edhe kundër Bayernit, po se mbaj mend, s'më kujtohet se kemi lozur me Bayernin në Tiranë, ka mujtur 3-1, durse, jo, 3-0 në Myni dhe në Tiranë 3-1. Po ai Bayerni frikshëm, që ka qenë Augenthaler, qendërmbrojtës, që kur e kam pa, është e vetmja herë që kam pas frikë, kur e kam parë atë. Ishte dopja im. Unë isha fëmijë në atë kohë, po flasim viteve 88, unë atë kohë kam qenë 17 vjeç, 18 vjeç. Po kur e kam parë atë i madh. Akoma më ka ngelur disa momente, më ka ngelur në memorie. Po ka pasur edhe lojtar që konsiderohet si lojtari më i mirë shqiptar. Dëgjoj, Demollari, asaj kohë, ndoshta deri vitin pelojna në shekullin e 20. Ja, Shqipëria ka pasur të lojtar tjerë. Po. Ka pasur Pano, ka qenë edhe Shkodra ka prodhuar shumë lojtar. Unë për shembull ka qenë një lojtar nga Shkodra që më pëlqente Zmiani. Ju nuk e mbani mend. Edhe se jam e dim. Unë kujtohet, s'kam lozur atë lojë, po kam qenë në stol. Ka bërë një marrje topi që nivel Ronaldinho. E merr topin me tak nga mbrapa, ka bën është diçka, ka qenë super lojtar. Yll, për mua ka qenë një nga lojtarët në asaj kohë. Po edhe Vlora ka pasur futbollista fantastik. Ka qenë ai Ruci, ai ishte një talent. Kushta, në ka rasti me lut me Kushtën. Nuk e kapja dot. Edhe aty për shembull trajneri asaj kohe ka ndryshuar markimin. Ka qenë një lojtar tjetër, një Fatos Daja quhej, edhe ai ka qenë shumë i shpejt. Edhe unë atë kohë lusha mërë që djatë Kushta lushte e sulmuesi majt.
se kapsha dot. Edhe ju ndryshu markatura, unë dola nga krahu i majt, Ajdaja erdhi djathtas për të markuar kushtën. Ka pasur në atë kohë futbollista shumë të mëdhej. Edhe shikues ka pas shumë. Më katë Pjesa që jo- ka qenë koha e sistemit edhe nuk kanë mujt me dalë me bu karrierë në Evropë. Ajo ka qenë fatkeqësia. Kam pas oferta. Për shembull Josa ka pas ofertë me sa më kujtohet nga Brescia. Ofertë zyrtare nga po. Komiteti Qendror, Komiteti Ekzekutiv, Fronti Demokratik, se ka qenë problem në atë kohë. Po. Po shumë lojtarë kanë pas kërkesa, Kushta ka pas kërkesa. Tejmas. Po që nga Pano, Lidio Pano, Ijati, Panajot Pano, kanë pas oferta edhe shto ekipet e Vllaznis. Kanë pas shumë oferta në atë kohë, po e sistemi ishte që nuk lejonte me dal, nuk Te na kun deri 28 vjet. Pa ka shumë njëjtë. Edhe rregull pagën shtrisë me kryo po. Jo, edhe unë kam shkuar në ushtar. Apo? Po kam qenë me fat që unë kur shkova ushtar doli një ligj vetëm për futbollistat, për sportistat faktikisht. Edhe kam bërë një ditë ushtri, po i regjistruar jam një vit ushtar. Ka qenë atë nuk ka pas fat, edhe kam pas fatin që ndryshoi ligji se duhet shkoja ke Partizani. Po. Ka qenë edhe kjo tjetër, për shembull. Më kujtohet ka as Tirana një lojtar Astrit Ramadani. U detyru me shku në Partizan. vetmi që nuk e ka pranu. Ju them një histori. Ne kam e dëgjuar, po është e vërtet. Viteve 70 ka qenë Ali Mema, një nga më të mëdhenj që ka pas futbolli shqiptar. Ora akoma në stadiumin kur luan Tirana, fotografia e tij dhe Arben Mingës janë në mur. Ai nuk ka pranuar me shkuar ke Partizanit, ai kanë çuar ushtar në kufi në Shkodër. Pastaj ato shkodranët e njihnin, bën çështë mundur mas një viti ai luan me Shkodrën. Me Shkodrën. Me Shkodrën luan. Duke se ka fituar kupën e Shqipërisë në atë kohë dhe pastaj kthehet në Tiranë. Ka qenë problem shumë i madh. Shumë i madh në atë kohë regjimi. Po ka pasur edhe themi të mirat. Organizimi ka qenë ose më themi një gjë, seleksionimi. Ka pasur një seleksionim të jashtëzakonshëm. Unë për shembull aty sistemi i njoh seleksionimin, që do të thotë që nuk jo të gjithë mund të luanin futboll. Po, Kurse sot lozin futboll të gjithë. Edhe nuk është në një farë mënyrë pajtohen pak me atë seleksionimin, po. Kanë qenë testet. Testet për shembull unë për të luajtur në sot është edhe nevojë e kohës më shumë. Super League. Që me luajt gjithë. Tu e këshyr fëmijët na qëndrojnë shumë. Jo, në atë kohë. Në rrjetet sociale, në elektronike, kështu. Më mirë që 2 orë me luajt futboll edhe nëse nuk ka talent. Nëse ka diçka. Ai sistem ka qenë klasa sportive. Po. Edhe unë fillim fare aty jam parë klasa sportive. Edhe klasa sportive ime ka qenë basketball. Po unë me që t'i bia topit me dorë, i bia me këmp. Edhe kështu ka ndodhur seleksionimi, kështu ndodhte, domethënë që shkolla të çonte tek ai profesori edukatës fizike në 8 vjeçare, sa shumë nuk i vasam, që ka qenë ai sportist. Po. Ai aty të seleksiononte kapacitetit motor që ka një lojtar, edhe ai në bazë kapaciteteve motore të dërgonte tek sporti që ti doje. Shkolla ime ka qenë basketbol. Edhe ai e kuptonte që unë isha për basketbol, isha për futboll. Kjo ka qenë seleksionimi. Seleksionimi është gjëja më kryesore, që e vuajmë sot. Po. Sepse seleksionimi, mbas seleksionimi vijnë testet. Testet teknike, testet fizike, që sektorin e trive janë të domosdoshëm. Fola pak shumë edhe shpejt, Jo, mirë. S'ka gjë na për e ka kamera. Jo, nuk do ta kisha fjalën, jo, dëgjoj. Është pak emocionuese. Ajo kanë qenë lojtar të kalibrit që sot ekipet më të mira europiane luanin. Pa pikë dyshimi. Ka qenë të përgatitur, pavarësisht se futbolli ka qenë ndryshe, ka qenë më i ngadalë. Se sot nuk është se themi gjithë futbolli është ndryshe. Jo, s'është ndryshe. Principet e futbollit janë të njëjta, metodologjia ka ndryshuar. Që do të thotë, kur flasim për metodologji se po dalim nga ky krau tjetër, metodologji do të thotë mënyrë. Sigur sa po themi asgjë. Është një mënyrë e të ekzekutorit diçka që ndryshe është ekzekutuar më parë. Kjo ka ndryshuar, asnjë gjë tjetër. Jo se atëherë s'kan qenë të shpejt. Ndoshta atëherë po ti mbasje në një
test thjesht 30 metra, 20 metra, ndoshta ai del më i shpejt. Se Usain Bolt akoma 20 vjet i kanë rekordi akoma styr. Kështu që Me mosh, me kohë me shku e kishte dikush. po flasim për sport, jo për futboll specifik, po për sport. Profe, ke pas edhe një kohë të shkurtë te Kastrioti Krujës, pastaj për të rikthyer te Tirana dhe për të ikur në Itali. Krujës, ka qenë sistemi i tillë. Ka qenë sistemi i tillë. Të çonin ishin, nuk dua të flas për këtë se urdhri, partia, aty pastaj hym në një sektor tjetër, po aty kam kaluar mirë, kam ndëtur atë 3 muaj, 6 muaj s'më kujtohet, dhe pastaj jam rikthyer ke Tirana. Po ishin këto në atë kohë sa kishte filluar kjo demokracia në Shqipëri, më hap kufit me njerëzit. Ishte pak sistemi, ishte pak kështu, po. Edhe ajo ka qenë një eksperiencë e mirë, po ama aty kam luajtur sulmues. Kjo jam bret. Ishte edhe kjo e bukur që kam luajtur që në sulmues edhe sulmues krau. Po atëherë ka qenë ndryshe. Po ka pasur atë lezetin e vet derisa regjimi nuk ra. Se ishte kjo, se të vetmin dritare që kishim ishte futbolli. Masat shkoshin vetëm për futbollin, një herë 2 javë losim. Tirana ka qenë ndryshe, por në përreth. Po, më vështirë. Një kohë tu bu muhabet me ju sen edhe tregon kjo thot të në era thot atë thot edhe unë s'kisha një thot të full kur dikush për Enver Hoxhën. Se këtë qetësia dhe tha në zhështore tha këtë tha folshin për Enverin tha dhe bëshin hajgale tha se unë i këshëm. Ja, ajo vjen brapa. Mrapa, ma unë. Ajo vjen brapa kur fillon demokratizimi, për të gjohë, ju them diçka. Ju s'do e besoni, po një herë në javë u lexonte gazeta Zëri i Popullit. Edhe këto emrat e mëdhej që ju thash, kemi pasur një dhomë pak a shumë si kjo e juaja, ulshin në karrige edhe trajneri, nuk kujtohet tash o sekretari i partisë klubi, se ka pas shef klubi dhe sekretar partia. Edhe sekretari i partisë vinte e lexonte kryetitullin e gazetës Zëri i Popullit, që atë kohë. Nuk kanë qenë kotleta. Edhe brenda grupit tonë u fliste që ka pasur kështu zogj. Zogj që flisin që po dhe dëgjonin. Po ka qenë periudhë pak. Po unë e kam arritur vonë. Te represionin komunist e kam arritur vonë. Se nga mbas vdekjes së Enver Hoxhës gjërat filluan të ndryshojnë. Po derisa ka qenë Enver Hoxha gjallë, kanë pas për shembull portieri i ikte lose dhe çonte partia në Dibër. Tjetri e çote në Fier. Po. Nuk është e lehtë. No, absolutisht. Nuk ka qenë e lehtë. Kur ra sistemin prof, te shfrytëzove rastin apo u detyrove me shku në Itali. Qysh erdhët me shku deri në Itali ku ke vazhdu futbollin, po me liga më të ulta më. Në atë moment Shqipëria kishte një problem shumë të madh ekonomia. Ekonomia jonë në atë kohë ka qenë mizerabel. Në atë kohë filloshin ka mbajt radhën, ne i thoshin tollon. Edhe ti meshe, në mua si familje, ne kemi qenë një familje për 4 persona, unë vllai, babai, nëna, edhe na takoshin 1 litër qumësht në javë. 1 kile mish, 1 kile sheqer, 1 kile oriz, edhe unë kam mbajt radhën 3 natës me marr qumësht. Ka qenë periudha më e keqe, mishin me tollon, ajo ka qenë varfëria në ekstrem. Në Shqipëria në atë moment shkoi varfëri ekstreme. Edhe u detyruam t'iknim. Jo se kemi dashur t'ikur. Po ju them tolloni, buka rradha për buk. Njerëzit e vërtet. Unë banesa ime është në qendër Tiranës. Qendër Tiranës. Është midis rrugës Kavajës dhe Myslim Shyrit. 2 rrugët kryesore të Tiranës. Edhe po ju them që të ngrihesh në 3 natës të mbaje rradhën, sepse qumshi mbaroi. Ka qenë periudha që mos i ardhin më kur popullit tonë shqiptar. Ju këtej keni qenë pak më ndryshe, keni pas probleme tjera, po ama dhe uria. Edhe këto vitet e 90-ta kanë qenë më të vështira. Po. Ka qenë një krizë të mëshme. Unë jam dëshmitar i asaj që kemi vuajtur. Me barku mbosh, po. Nuk je shumë patriot. E vërtet. Patriot do të me qenë gjithmonë, po e vështirë është me qenë me barku mbosh. Si është kjo periudha në Itali, që shkove, kanë e takove? Jo, rasti, dëgjoj, periudha në Itali është rasti. Një komshi që kishte emigruar para meje,
në thret, edhe ne emigrojmë me ish gruan time, transferohem në Itali. Unë transferimin tim në Itali e kam bërë 92-93. Biles e bukura është se kur kam ikur kemi pasur lojë me Besën e Kavajës. Trageti u nisi në orën 12, loja ishte në orën 2. Po atëherë u bëshin ca gjëra që po hypshen traget i zbritjen në Itali. Edhe ja pata dhënë çantën një shoku tim, edhe i thash nëse s'hypin traget, se trageti hypte nuk nisi në orën 12. Po vin Kavaj, se Durrësi Kavaj ka qenë 15 km. Edhe kështu i mora tragetin, ka shi një pagese, nuk diskutohet. Edhe kam emigruar në Itali. 2 vjet nuk kam lozur futboll, se s'ka qenë ligji që na ndihmonte. Pastaj kam filluar futbollin në kategoritë 4 të Italisë. Ka pasur një ekip quhej Ferrini, diçka e tillë që. Kategori 5 ndoshta, s'maj mend tash se Italia ka pas shumë kategori në atë kohë, edhe aty kam filluar rifillova futbollin, po nuk ishte mos si përpara. Sepse nuk ishte profesionalizëm. Se në atë kohë profesionist luajshin vetëm me Serie A. Edhe kanë qenë vetëm 3 të huaj luajsh, kurse në kategori tjera s'është lejuar. Edhe kategoria që unë luaja ishte gjysmë profesionale. Në aty lejoheshin. Si ishte, si me thënë, punoja, po edhe shkoja. Edhe aty kam rifilluar futbollin edhe një herë, deri në vitet 2000. Në vitet 2000, më kujtohet, trajneri Dha Dorheqën, unë kam qenë kapiteni i ekipit. Trajneri Dha Dorheqën edhe presidentin atë kohë më goshin 5-6 lojë, më kujtohet mirë tash eksaktësisht. Edhe tha merre bëje tilla se s'kam njeri tjetër dhe. Edhe kështu ka lind ajo për trajner. Si për trajner. Edhe shpëtuam, nuk ram nga kategoria se sa më kujtohet. Po më e bukur është se aty presidentit quhej s'më kujtohet emri se ka pas Giuseppe. Edhe i uniri, jo do jem unë trajneri i ekipit parë dhe për mot. Edhe falënderimi im më i madh si trajner e ka ai. Edhe më thotë jo ti si je trajner thot, po shkon ke 5 vjeçarët, 6 vjeçarët. Edhe i them nuk shkoj ke 5-6 vjeçarë, se isha edhe dikush aty natë. Edhe i them nuk shkoj. E thotë jo ti trajner këtu ke unë nuk bëhesh të shkosh ke 5-6 vjeçarët. Edhe aty kam mësuar. E kam filluar ke 6 vjeçarët. 30 vjeç, e kam lënë 30 vjeç diku ke 2010-11. Kam filluar me stërvit 5-6 vjeçarët. Dhe pastaj mora licencat e kështu me radhë, po falënderimi im më i madh është ai. Se po kishe vazhduar, jo po. E kuptova futbollin. Kam kuptuar futbollin që është futbolli, edhe sot jam mirënjohës atij, sepse futbolli më i vështirë është aty. Futbolli më i vështirë, t'ju them diçka të bukur. Kur kam marrë licencën e parë si trajner, italianë kanë pas ndryshe, nuk e kemi tash shma ndryshe. Po, më ndryshe edhe ka qenë instruktor. Licenca e parë, që instruktori i futbollit. Po instruktor do të thotë vetëm teknik. Nuk ajo që e kam parë, edhe kishte jepshin librin ato. Edhe në provim qëllon një ish trajneri që më donte shumë. Edhe hap librin ai, më thotë, çfarë është kjo? Unë të shi jyra se të tha marrë se lavdimi licencën. Më qa është kjo? Ta shi, unë disha gjëra, po si disha gjitha. Edhe më ka rëzuar nga provimi. Ka thonë, mëso. Kjo, akoma, imagjinoje, kanë kaluar 25 vjetë, edhe akoma e mbaj mend, kur më ka thonë, ti, mos ta jap. Nuk ta jap licencën. Ike mëso, po kjo ishte sepse më donin, ishin shumë respekt. Edhe dinin kapacitet. Është se mbaj mend e fjalën kur ka rrëzuar nga provimi, ka thonë ti bëhesh trajner. Po duhet të hapësh librat. Në Itali. Edhe këtu filloi prova. Kjo ka qenë ato shkëndija. Ti ke marrë në Itali apo ke punuar në disa klube atje apo? Po, kam punuar disa klube, po fati dëgjoj, unë kam një fat shumë të madh. Ato kanë një sistem të tillë. Kanë sistemin provincial, sistemin regional dhe sistemin nacional. Sektor trive. Unë i kam punuar këtë 3 sistemet. Edhe është ajo, si me thënë, aftësia ime më e madhe sot është që unë kam punuar të ato 3 sisteme.
që i njoh shumë mirë çka kërkon provinciali, çka kërkon regionali dhe çka kërkon nacionali. Që ishte kam qenë trajner U19 ke Benevento. Po, edhe kemi lozur kundër Napolit, që kam qenë vetë drejtues i ekipit. Mbaj mend që kemi fituar në atë kohë, kam pas një ekip shumë të fortë. E aty kam mësuar shumë. Sektori i trive është pas sektor trive nuk bëhet asgjë. Se edhe këtu ke ne shumë trajnera po lindin pa shkuar tek djali jot lavdim. E vërtet. Duhet me shku ke djali jot, ti lidhësh kpucët, ta mësosh, ta edukosh, ta kulturosh, që edhe ti të mësosh çfarë është futbolli. Se ngaherë e marrim humbjen si dramë, që nuk është e vërtet. Ti humbet me të mirët. Kur humbet një lojë, do thotë që ai tjetri ka diçka më shumë se ty. Ka diçka më shumë se ty, pa Chelsea i gjithë shkaje është aty. Që unë nuk kam humbur, unë kam fituar, sepse kam mësuar. Nga ajo humbje unë mësoj. Chelsea i gjithë shkaje është aty. Mësimi i vërtet është kur humb, nuk është kur fiton. Se ngaherë disa gjëra nuk i shikon me një skepticizëm tjetër, po kur ti humbet, të thotë që ai ke humbur me të mirin. Edhe aty është mësimi i vërtet. Kam pas shumë fat. Pastaj sektori i trive në Itali është shumë profesional. Po ju them është shumë profesional. Edhe mbas asaj kam shkuar trajner në kategorinë e tretë italiane, Serie C, Lega Pro i thonë ato. Po, Lega Pro. Me Campobasso. Edhe aty më merr një ish futbollist i Serie A, quhet Bimbo. Edhe aty çuditërisht kam punuar trajner taktik. Që është puna më e vështirë që kam bërë ndonjëherë. Është më mirë me qenë trajner i parë, se sa me qenë trajner taktik. Është puna më e vështirë që kam bërë ndonjëherë, sepse sistemi në Itali është pak më ndryshe. Se ti shkon, vizionon lojën kundërshtarit, përgatit stërvitje, unë përgatisja stërvitje, përgatisja ushtrimin, edhe po ato principet të ushtrimit du t'ishin të bazuar ke principet e lojës kundërshtarit, që është shumë e vështirë. Në të vërtetë është një punë, ndose jam lodh ndonjëherë, jam lodh aty. Punë shumë e vështirë. Pastaj debatet brenda stafit, kemi ne staf në ato, kemi qenë 8 veta. Edhe unë isha, si me thënë, kraudjati trajnerit. Ai sa herë që do të diçka në lojë, të kënde kokën, sa ke shkruar këtu, po ndodh gjë tjetër. Loja është dinamike, është puna më e vështirë që kam bërë ndonjëherë. Po ama më ka rritur shumë. Te mas, më ka rritur shumë. Me qenë trajner taktik është shumë e vështirë. Edhe këto gjëra më kanë ndihmuar te mas, në fillim fare duhet të jesh me fat. Kam punuar sektor 3, punova me taktikën. Edhe italianët për taktikë, siç e dini, janë diçka mbi normale. Vërtet. Po ju them, çdo detaj më kujtohet një herë, si e bëshim analizën atë kohë, ka kaluar gati 15 vjet. Analiza ishte e detajuar sa herë ka prekur topin lavdimi, me çfarë këmbë e ka prekur, si rrotullohet, si kthehet, si pason. Punë masakrante. Jo, është diçka tjetër. Sot ka ndalë teknologjia, ajo që shikoni ju kur e jep fundin e lojës. Finale. Përpara u bënin me dorë. Përpara u bënin me dorë. Sot s'ke nevojë se sot ajo 500 euro ke prekur, 500 euro video. Atëherë në atë kohë video analiza nuk ka qenë kështu. Po. Unë kam punuar me video analizën me, si quaj, programi i parë, ja ka harruar emrin, programi i parë që ka pasur kompjuter, që ka pas vetin, se nuk ka ekzistuar. S'm kujtohet tani, po kjo që po punojnë edhe sot, po vetëm sa është vazhdimsi. Më kujtohet që kur merrnim kasetën, se ka qenë VHS. Pastaj u lidhte me kompjuterin dhe dilte një figurë që ishte ndame nga 3 minuta. Në i kam akoma, po kujtohet të shikur i kam lënë. Ajo ka qenë masakrant. Ka qenë shumë punë e madhe. Aty kam mësuar futboll. Edhe sa punon në Itali edhe pse kthehesh në Shqipëni, Niko? Jo, kam punuar në Itali me futbollin, kam punuar nga 2010 deri në 2016. Kam pasur shkollën time të futbollit. Pastaj
krijova një shkollë time futbolli, kam pas diku ke janë 100 nxënës bashkë me një shokun tim. Po, kam kaq 2016, unë jam kthyer në Shqipëri 2017. Edhe ndodh rast Se u ktheve, po, se u kthehesh. nga një herë, si me thënë fati. Pata edhe ca problemet mia personale Po. të jetës së përditshme. Pata edhe një krizë time. Edhe ndodh që Sulejman Mema bëhet drejtor i ekipit të rinjve, do të them edhe disa gjëra që ai Muçi, që ju dini sot. Po ja them për herë të parë se shumë pak veta e din, ai është produkti i Sulejman Memës. Është çuditshme, edhe më thret Sula thotë se kemi pasur gjithmonë kontakt, unë jam shumë shok me vllajën e Sulës, se kena një bashkë në Itali. Thotë hajde më ndihmo, se dua ta bëj sektorin e trive Tirana kishte rënë nga kategoria në atë moment, ishin Serie B. Edhe kthehem, edhe ma bjen Sula këtë Muçin, edhe ky djali lose ke Dinamo, ke një ekip i zinxhiri Dinamos, edhe më thot mu shife, edhe ai djali sa ka hyrë fush, kthehet, bam, shut gol. Themi gjithë, po ka qenë i vogël ky Muçi. Edhe më thot profesor Sula, thot ky bëhet lojtar. Muçi që që po jap golla. Ai Ismail Geci që po tash në Ballkanin, edhe ai ka qenë kam servitur. Po. Edhe atë kam servitur. Po këtu Kosovë kam servit gjithë këto hyjet e Kosovës, po. Është momenti më i thënë. Po, është momenti më i thënë se kam punuar me shumë lojtarë të Kosovës, përveç me sfushorit të Ballkanit. Si ka ky Emerllahu, vetëm atë s'kam punuar. Po këto tjerët pak a shumë i kam prekur. Nën tavolinë i kam prekur gjithë. Po edhe Kosova ka pasur talenta të mirë kur kam ardhur. Edhe po thoja që më thret Sulejman Mema, profesori i nderuar. Edhe punoj aty. Aty ishte një trajner që kena luajtur bashkë në Ali Mehmeti. Josa transferohet në Kosovë me Prishtinën, mas 2 muajsh më thotë hajde me mua në Kosovë se më duhet një dorë kështu. Kjo ka ndodhur si me thënë rësia ka ndodhur, dhe pastaj siç e dini edhe lavdimi. Po. Një vit trajner ka marrë në Kosovë me 4 janar 2018, ka qenë një ftohtë i papam. E mbaj mend edhe s'po bën ftohtë më. Shkojmë bëjmë stërvitje diku fush Kosovë, ka qenë një fush e vogël, futbollit vogël ka qenë. Edhe për 4 minuta, mas 4 minutash kam ndërprer stërvitje. Mbi bëra një ushtrim, po se kuptoja, mendoja që futbolli ishte ndryshe. Po. Edhe kam pas në atë ekip, Prishtina ka qenë shumë e fortë kur kam ardhur. Ka qenë Dallku kapiten, Surri, Jonuzi, ka qenë një lojtar Malazes Božović, super lojtar. Po, me Sushori. Kam pas Koronica, Arago vjen brava. Vjen një vjet më përmas. Më brava, në atë kohë. Argjent Mustafa më sfurt. Jo, ai vjen më brava. Po më e bukur është se unë prezencën e parë me Prishtinën, me Kosovën, e kam pasur një loste Josa kishte marrë ekipin. Josa ka marrë ekipin nëntor dhjetor, diçka e tillë. Edhe më thret thotë hajde. Po. Edhe ishte hera parë që vjen në Kosovë, është më e bukur edhe kjo. Mezi gjeta stadiumin e Drenasit. Dhe në atë kohë më kujtohet Fatos Hoxha ka qenë sekretar me Avni Durmishin. Edhe shikojmë lojën nga lart. Edhe kur e shikoj lojën, Josa më kërkon raport. S'po ju tregoj çka kam shkruar në atë raport, se e dini gjithë se mbas janarit është kthyer gjithë loja. Po ekipi u shndrua komplet. Në atë moment. Edhe kemi qenë vend parë goxha kohë. Po disa gjëra alla shqiptarë, nuk po them alla kosovarë, po them alla shqiptarë ndodhën. Edhe kemi shkuar, ne s'kishim nuk lozim stadiumin Fatih Vogël. E dim. Edhe lojët i kemi pas bërë në Pej. Edhe në Pej ka qenë një rast që s'kam marrë të harruar kur. Kam pasur një sulmues krahë që e Makenda. Po. Neve na u donte fitoria.
për shumë makinacione, s'po hyjmë asaj se i dini më mirë se unë ato punët alla shqiptarçe, kosovarçe. Edhe ka qenë mbrojtës i majtë, ka qenë Liridon Lec, me dritë. Edhe i shkon, bën një fallë për karton kuq. Unë ngrihem nga stoli duke protestu. Edhe më vjen Fatosot që thot ulu. Kujtem, ma bën Mireli, akoma se ke kuptu. Edhe akoma e mbaj mend atë episode aty, di pastaj episodi. Desha e fundit me Curi që dritën i e hapi karton kuq pa drejtësisht. Që Curi as se prek fare mbrapa ku kemi parë analizën, videon. Jo që se prek, po është dhe jashtë vijave. Jashtë vijave. Edhe nëse shkuara të harruara. Po ka qenë një ekip shumë i fortë. Blend Baftiu, Pefshelian kontri krejt edhe Arber Hoxha. I ka pas Prishtina talenta ka pas natë. Po sa i okay, kun prek zgjedhë nga pak. Arber Hoxha, Tamam. se është me thënë, sepse kam vurë që ideali, inshallah bën karrierë shumë madhe, akoma rritet akoma më shumë. Nuk e përmend kurrë Prishtinën në as intervistë thot. Arber Hoxha më duket se ka një 70 lojë Po. tek Prishtina, duke parë Durmishin, Avni Durmishi ka statistikat, duhet pa sa titular, Po sa besoj e ka lozur Hoxha. Mi 5-6 lojë ka, vërtet është. Edhe se përmend kur për nesër, është punë ati. Është mirë me e thënë që edhe Hoxha është produkt i Prishtinës, jo ati Ballkani, që thonë Ballkani. Jo, në atë Se ai Ballkanu dërtua startus, besoj që të lojën që përmendën me dritën nuk on startus Hoxha, nëse s'gaboj. Se mbaj mend. Jo, në Pas ka lozur dhe ai ke Prishtinë, s'më kujtohet. E ka lozur shumë ndeshje. Prof, çu kujton kohën me Josën, pasi dihet që e keni fituar edhe një kupë Kosovës. Bashkë edhe si të them diçka sa ka qenë e rëndësishëm ky trofej por u kujtova penaltin e fundit, ai dini kush e ka gjojë? Që na ka dhënë kupën. Që unë e menoj. Arber Hoxha. Arber Hoxha titullin e parë ka marrë me Prishtinën, ka marrë kupën e Kosovës. Jo, ka qenë shumë e rëndësishëm. Mitrovic është lujloja me vllaznimin. Me vllaznimin. Ku kapiteni i atij ekipi ka qenë trajneri i Ramis Adikut sot Alban Dragusha. Edhe vllazniu kon ekipi mirë, bjen pi ligë, po kon ekipi mirë. Po. Jo, më kujtua, jo, edhe ne kemi pas ekip shumë mirë. Ka qenë Dallku kapiten që ka qenë një nga lojtarët më të fortë që kam servitur në karrierën time. Dallku mendërisht është larg më i miri i gjithë lojtarëve që kanë servitur. Curri, edhe Jonuzi ka qenë për mua sulmuesi më i mirë. Jam dilem Labinot Osmani o Ahmet Jonuzi. Ti do shtrete. Po kam dhe një djalë, nuk e di nëse e keni parë, ka bërë gol. Po tregosh i drejt, prof, se ke pas një sulmues preferuar ke pas. Jo, Jonuzi, jo, ai s'ka qenë gjysmë. Jo, Khalid Basid, edhe me ato e morr individualisht shumë gjatë kohës të Prishtinës. Nuk menoj që ka lojtar në Prishtinë që ka huptu pa ma shumë që i ka gjuja stadiumit se ai në kohën kur orët e te. E vërtet është, po dëgjo, puna jonë është e tillë. Ne duhet me punu. Na me kohë sa përket Khalidit, Josa nuk e kishte shumë qef. Po mu pëlqente. Më pëlqente sepse ishte i ri dhe kishte dëshirë të mësonte. Unë besoj që në qatë kohën kur kalu Khalidin e shkaktu qatë shfaulla që nuk janë dhonë, ka njerë ka posë dhumë ndaj ti. Në me dhonë mbrojcat me gju, se eshin mi shtash me vara. Unë di këte që s'po dua të flasë shumë, po pa drejtësit pa me janë bërë Prishtinës në atë moment. Mos harro një intervistë që ka dhënë Remzie Jupi, ish presidenti që thotë unë jam fituesi moral i kampionatit. Për mua puna ime ka mbaruar aty. 2 vitet e hupi kampionatin në gjenën e fundit. Po më kujtohet një lojë që s'do ta harroj kurrë. Me Lilin e Prizrenit. Jo, ai Pefsheli që bën gol, jo, nuk e kisha fjalën, kisha fjalën ke e keqja. Jo ke e mira. Okay. Me Feronikin. Golin më të bukur e ka bërë Fadil Vuk kundër Llapit. Po, finalet kupës. Po ai Prizrenit është shumë i madh. Ka qenë një lojë që kemi lozur në Gjilan. Me vllaznin e Pozharanit ku i merrni 80 kartona atë. Jo, 10, jo. 10 janë pak. Janë 14 kartona. 14 kartona edhe loja përfundon 1-0 për Prishtinën. Edhe më e bukur që lojtarët e vllaznimit Pozharanit, si e ka vllaznia Pozharanit, u habitshin. S'po ndodh asgjë. Mes nesh asgjë. 14 është ka qenë ajo akoma 14 kartona.
Sepse Ato ndërtu skema, kishte humbur Listën që ka pas kuna me adhon kartën. Edhe ju ka dhon krejtë. kredi. Po ne më men edhe ku shkon rrether edhe golla jep. Mos si Diriton fetoje jep. Si përmendim ato. Ma Pefqeli ka dhënë Prishtinës emocione shumë të forta. Pefqeli ka dhënë Prishtinës emocione të papame. Edhe ka qenë interesante. Pefqeli nuk e dit, është hera parë që po e them. Pefqeli pretendon të me lyp formacion, donte të losë formacion. Po Josa thonte ky lojtar nëse hyn fitojmë lojën. Nëse e fusim nuk fitojmë. E kishte një diçka dhe sa herë që e ka futur nga stoli Pefqeli ka dhënë. Se trajnerët janë pak kështu supersticioz. Po gjithmonë ka dhënë gola të papam, po goli me llapin këtu është nuk e di kupër finalen e kupës sa ka dhënë gol, jo s'ka dhënë. Jo, ajo është në atë ndeshjen që Prishtina veç e mund llapin edhe vazhdon për titull. Jo është lesja e titullit, po. Se kemi lozur edhe me Ballkanin finale këtu. Ama atmosfera fantastike, stadiumi plot. Ajo loja me llapin, besoj që sigurishtëria ka qenë rekord. Vërtet. Rekord ka qenë ajo sigurishtëria. Se llapi lufton për titull në atë vet. Po, llapi po fitonte u bënte kampion. Edhe Del Ferro nikli për ose ai thot mas për matematika. Po, ai thot mas ndeshjes që edhe pse u po na kena me vendos titullin. E thot. Edhe e vendosi të Ama përshëndetje për profesorin, unë kam shumë respekt. Është një nga kontributit më të mëdhenj të futbollit Kosovës, familja e Tahirit është një nga kontributit, unë kam shumë respekt. E vërtet. Mos harrojmë që e ka marrë llapin nga Seria B, nga kategoria 2, ka bërë stadiumin. Është njëri, unë kam shumë respekt për atë, për kontributin që ka dhënë familja aty në futboll. Se këtu Kosovë nga njerë bëjmë batuta, po nuk është Tahiri ashtu si shmendoni, është i përgatitur. Normalisht. Jo, e dina. Profesor, dy kupa me Prishtinën. Ja nisë me me Dallkun, dytën? Po, normalisht, dytën e ka me Dallkun edhe me... Jo, Dallku ishte trajneri i sektorit 3, Po, dhe vjen tani, e dini zhvillim ose vjen më saj. Po, vjen trajneri i parë dhe... Kështu që vazhdojmë punën. Po, e bukur është që mas 3 muajsh Dallku nga kapiteni i ekipit bëhet trajneri i parë. Edhe kemi qenë staf atëre Curri, ka qenë zëvendës trajner, Beselica, Sinica. Kemi pasur Agon Ramadani, ka qenë me ne që bënte pak pata fru atë në atë moment. Kemi qenë goxha Azemi. Ka qenë dhe Azemi. Zamameti. Ka qenë stafin ton. Shumë legjenda të klubit. Po, shumë legjenda ka pasur në atë moment. Jo, edhe ekipin e kemi pas shumë të mirë, po e fiton e veç kupën në atë vetë. Se ekipin e kemi pas shumë mirë. Po aty fillon akoma ajo historia ju se mani me ndojë në Gjilan. Ja, mojnë anë me karton. Edhe këtë ku jedhin sprajn ai polici famoz. Po. Ramboja i Kosovës. I hodhi sprajn pa lidhje fare në atë moment, që për pak nëse dhe ai polici kush e di çka ka menduar i shkreti. E përshëndesim dhe atë se tash jemi të flimë. Se mos do na ndalon rrugë kujtohet edhe thot, po na vjen ai gjë. Cili trofe të kalon shije më të mirë? I parë të dy. Të dy dëgjoj. Ka diçka. Ka pas vështirësitë edhe jo në kupë jo. Po ne kemi qenë një ekip shumë i fortë në moment. Ekipi i Josës ka qenë shumë i fortë. Sepse kishte kjo treshja e Ukrainës, treshja e kombëtarëve shqiptare, Dallku, Curri, Januzi. Januzi ka qenë në atë kohë, ka qenë një formë fantastike, sulmues i shkolluar. Labinot Osmani për shembull është talent. Po. Kurse Januzi është një nga sulmuesat më të fortë që kam pasur. Kam një djalë tash në Vushtri që Krasniqi, që dha golën atë më. Do dëgjoj. Po në atë kohë Prishtina ka qenë shumë e fortë. Prishtina e Josës ka qenë shumë e fortë. Tema se kemi pasur një stil loje të tillë që e lodhin shumë kundërshtarët. Njerëzit mendonin që ka qenë një nga futbollet më të bukur, po njerëzit mendonin ndryshe. Se kupton. Kam prit spektakël shumë golla. Ka qenë dhe disa... Ma mu e vërtetë, u qarkullu topi shumë. Edhe u prit gjithmonë momenti dur që mos me gabut të golla. Po njerëzit të nuk e kuptojnë. Ka qenë Josa, dëgjoj, Josa është super trajner. Jo pse kam punuar dhe kam shohur. Që nëse nuk ish lëndu Korenica në sezonin e dytë ishi bu kampion, ai lëndohet në lojë me Kekun dhe mungon defensor. E lëndojnë, po. Jo lëndohet, po e lëndojnë.
një loj me Kekun, se Sa patën ti ka kriju një lyer- dyshe me Mario Molinën, pra pas sulmusit, luishin dët edhe Prishtina punë pa markushme. Jo, ndryshuam, ndryshuam në atë moment kemi ndryshu modulin e lojës. Shumë pak e di, po ne kemi ndryshu modulin e lojës. Edhe gjatë ndeshjeve që kemi bërë, modulet janë ndryshuar shumë. Josa kishte këtë aftësi në përshtatshmërinë e moduleve. Ka pasur dy module. Derisa e kuptuan që Koronica vinte nga brenda, Po, se Koronica është nga sulmuesët më inteligjent që kam servitur. Është super lojtar Koronica. Ka mua ka pëlqyer shumë. Më kujtohet Koronica gjithmonë u qante që e ndronim gjithmonë. Po më nëse e ndroshim me pefqeli, nuk është se që e dini gjithmonë të kur. Kështu Josa super trajner. Super trajner. Ndoshta mund të jetë një nga trajnerët më të mirë në shqiptari. e vërtet. Edhe e the me bindje këtë. Nuk ka dyshim, për ato e kallzojnë rezultate, trofet, Edhe në pjesëmarrje atë të kohë, dorat evropiane. në atë kohë Josa i dha ekuilibër Prishtinës. Po njerëzit nuk e kuptuan. Josa ka dhënë në momentin që unë kam punuar me Josa, ekipi jo ka pasur shumë ekuilibër. Më duket se kemi pësuar 8 gola. Shumë pak. 13 Shumë pak, e di 13 ose 14 nështë. Nuk kujtohen tash shifrat, po Josa ka dhënë ekuilibër. Edhe ka përkrahur sektorin e trive. Ka dha pak. Disa shëndia i dha. Po ashtu është futbolli. Po. Ne paguajtëm Josa ka paguar kualifikimin në Gibraltar. Po, në ndeshjen. Aty filloi kriza, çarja. Po e madhe. Po edhe aty mos harrojmë Dallku na del me të kuq, Bekteshi na del me të kuq. Që s'kan bërë asgjë. Kemi lozë, kemi pasur rast, më kujtohet Ahmeti ka pas një rast për të bërë 2-2 që u kualifikonin. Po. Koincidenca, rastësia. Ergën Ahmeti. Po unë për vetën time jam i lidhur me Prishtinën. E kam deklaruar gjithmonë që jam tifoz i Prishtinës, po. Tifoz me kuptimin e mirë të fjalës. Nuk është, po edhe inshallah këtë vit Prishtina dëshira ime është të bëhet kampion. Po e di që s'ka për të bërë, po nice. Gore fort është. Ë? Ndoshta balkonet drita kanë diçka më shumë. Se kepsi, ndoshta pjekuri. E mendoj të barabartë. Ndoshta Prishtinës i mungon pak pjekuria. Pjekuria, po. Lojtari ka akoma 3. Edhe mendoj që Tavolani do japi diçka më shumë këtyre gjemve. Dëshira është ajo. Si koncept ekipi është i ndërtuar shumë bukur, e kam thënë edhe në një ditë në emision, që ka lojtar 3, shumë 3 që ju ka dhënë mundësia dhe pe tregojnë veten dhe kjo është një gjë e mirë për futbollin. Është e ekuilibruar. Prishtina ka një repart ofensiv, sulmuesin e ka shumë mirë. Me fushën të dy tjem që i ka marrë nga Rami Sadiku janë shumë mirë. Unë njërë që kam pasur në ekip kombëtar. 20. 20, po e kam pasur atë. Më kujtohet që kur i kam bërë testit ka dali pari. Blaca dhe Vokri që losë në Ballkan. Edhe jo kanë mirë teste. Po, në teste ka gjenë, që kanë kaluar 2 vjetë. Po, janë përgatit. Ky Asani i Lapit. Arjanit e kam pas. Edhe Jazi i Lapit, që në mbrojtës. E kam pasur. Për e kam servitur shumë, por nuk njerëzit nuk i di. Shumë. Ndarja me Prishtinën dhe krijimi një treshe që vazhdon me funksionu edhe sot, Dallku Luzi Agon Ramadanit e Dugazhini. Bëni histori me këtë klub, është shumë pak e din, po jo shumë pak e din, njerëzit e din, po e merrnin ligën e parë, lunin finalet kupës, e ktheni Super League, mas një viti lunin edhe në Evropë. Thonë Dugazhini këtë suksesi arrin me juve si ekip. Edhe stabilizimin si klub, stabilizimin si Super Ligës, se do ju them të vërtetë. Ka tentu, ka hy, ka ra. Do ju them të vërtetën që pak persona e din, ose shumë unë dhe Dallku e din. Unë kam ikur nga Prishtina në shenjë rebelimi pse u shkarkuan Dallku. Pse kur s'kisha për të larguar nga Prishtina. Po mu duket që e pa drejt shkarkimi i Dallkut. S'po hym në ato pse kur etj, se s'ja vlen.
Edhe kam hikur sepse mendovja që Dallku ishte jo e ardhmja e Prishtinës, e ardhmja e futbollit kosovar. Dhe ashtu po del. Se po t'i shikojmë rezultatet që ka Dallku, asnjë trajner i lindur në Kosovë nuk i ka ato që ka Dallku. Dallku ka fituar Kupën e Kosovës, edhe ka nxjerrur Dugagjinin në Conference League, edhe ka kaluar një tur me Dugagjinin Conference, se ka shumë rëndësi. Vërtet, po. Kështu që nuk e di me sa di unë trajnerë të tjerë kosovar, të lindur Kosovë, falni, shqiptar kosovar, nuk ka. Jo, unë kam ikur nga Prishtina për Dallku. Mu dukte pa drejtësi, sa kishte fituar Kupën, trajneri i ri, me plot gabime, se mos Po. se nuk mendoj që Normal. është Mourinho, po, me plot gabime, po mua mu dukte pa drejt. Edhe kjo ka qenë mua Prishtina, do themi edhe këtë të vërtet. Mua Prishtina nuk më ka larguar. Unë kam dhënë dorëheqje. Biles unë në Prishtinë atë kohë kam qenë drejtori i shkollës. Po, drejtori i shkollës. Edhe kam dhënë dorëheqjen, më kanë lutur me kuptimin asnjë nga s'ka dashur që unë të largohesha nga Prishtina. Po jeta është e tillë, duhet marrësh një vendim. Unë kur jam larguar nga Prishtina kam net diku 2 muaj, 3 muaj pa punë. Po. Largohemi nga Prishtina, unë jap dorëheqjen. Edhe ikim Dugagjin, po ju them si ka ndodhur Dugagjini, se edhe kjo është një diçka. Kemi lozi me Dugagjinin në Fadil Vogt, e mundim 4-1, diçka e tillë. Po humbasim 1-0, minutën e fundit kthehet loja 4-1 dhe ka qenë Severini Lezaj. Po. Edhe ka një debat me Dallkut edhe pa imagjinueshme që të përfundonim atje. Ata janë kontrompi i ligit. Po, diçka e tillë. Luftojnë. Kujtohet që ka qenë shi. Edhe Altim Zhaku na bën golin e parë me kokë, ishte i parë. Edhe aty kam pëlqyer djalin që atë lojë. Edhe unë isha në Tiranë. Më thret Darku në telefon. Ka qenë ora 11 e natës, 12 e natës, diçka e tillë. Edhe më thot kemi një ofertë ka Dugagjini. I them unë, po kush Dugagjini? Ai Dugagjini që kemi lodhur, po ai kështu. A djall Lumnica mori në telefon. Fabi ka pas lidhje, nuk e di. Po. Edhe po na thon me shku në Dugagjin. I them unë, Dugagjin? I them Armen ty të bën mirë. Me shku në Dugagjin se fillon nga një kategori, Po. Fillon e mëson, sepse ajo që ke bërë në Prishtinë, një farë mënyre ke pasur lojtar, tu s'ke lojtar, do rritesh, do mësosh, do bësh eksperiencë. Edhe i them unë, po a ja vlen as ja vlen, Armendi është pa kokë fort. Nuk kam frikë, e di që do e bëje. Edhe i them unë, mas ja 2 ditësh me prapë, po prove çfarë po bëjmë. I them unë, po është ekipi që kemi lozur. Po, besa si më rrim ata. Po janë të gjithë ata, okay, hajde them unë ikim. Vi nga Tirana, shkojmë Dugagjin. Edhe më kujtohet që isha ulur stol. Edhe kur dalin ekipi komplet ndryshe. I them unë nuk dalë se them Armen. Është me të rënë interesante. Fabi me cigare si gjë. I them unë nuk dalë stërvitje. S'është ky ekipi që më the. Nuk dalë them unë, po iki. Jo, nesër në fund fare, nuk e di, dalim stërvitje dhe aty fillon historia jonë me Dugagjin. Që është një nga qytetet më të kulturuara që ka Kosova. Vërtet. Kur nuk kemi pasur presion, as nga Fabi, që i ka një merit shumë madhe. Fabi në momente caktuar, në momente krize, ka bërë atë që asnjë president nuk e bën sot në Kosovë. Mezi presin që trajneri të hyjë në krizë për ta shkarkuar, Fabi ka bërë të kundërtën, unë jam i njohës. Një moment që kemi pasur mas 2 vjetësh, nuk na este rezultati, edhe Fabi u fliste që do shkarkoheshin. Fabi bën një prononcim rrjetet publike shumë të fortë. Që ai bën një fotografi me Dallkun bashkë në rrjetet publike. Me ty kam shku në Super League, me ty bi nga liga. Po. Edhe ajo është hapi i ndryshimit. Ajo ka qenë ajo foto e Fabit që ka shumë merita.
edhe ne mas asaj foto kualifikohemi në Conference League si vendi 4. Pavarësisht asaj gjullurdie që ndodhi, po më kujtohet që kemi bërë 55 pikë. Po. 55 pikë nuk t'i fal njeri, se duhet ta hap një polemikë dhe duhet ta mbyll një polemikë. E vërtet. 55 pikë nuk blehen. Nuk shiten, nuk është shumë e vështirë, kemi bërë 55 pikë. Pavarësisht dikush nxori një sekuencë jo kështu jo ashtu. Po. 55 pikë nuk po ka qenë një udhtim shumë i bukur. Në Klin ka njerëz fantastik. Është burimi, polemika u kon që këta ka dhënë një gol fantazm. Jo, thuhet të vërtetën. Ne nuk kemi rënë gol. Me Prishtinën, ai gjyqtari që e pranën. Çaj viti është që Prishtinës nuk i buan letra për me shku në Europë dhe këta përfitojnë. Dëgjoj, duhet të shprehni, Ama Dugazini është e vërtetë. Është vërtet. Ne nuk kemi rënë gol. Jo, flisit të drejtën sepse gjyqtari ka pranuar golin. Djalli shihet mbas nacionet. Prishtina bën autogol. Dugazini nuk jep gol. Autogol u kon, Ka shumë rëndësi kjo. Se ka shumë rëndësi kjo, të thoni ashtu siç është Pefsheli, bën autogol. Nuk e prek asnjë lojtar i Dugazini topin. Nuk ka gol nga aeroplani. Prishtina nga aeroplani, po. Po, gjuan lojtari jon. Kërsen ka pasur erë. Është vërtet. Ai shkon me larguar topin me kokë, era e spostoni, bjen dhe futet gol. Asnjë lojtar i Dugazini se ka prekur topin. Dugazini s'ka dhënë gol. Pefsheli ka dhënë gol. Se ka rëndësi ky detaj. Po gjyqtari bjen pipit kur e çaj hyn Dugazini në këtë rast. Dugazini s'en as pak. E vërtetë është. Dugazini s'ka dhënë gol. Kur gjë, po. Zero faj. Po mos harrojmë edhe diçka tjetër që t'ju kujtohet juve. Çfarë minuta është dhënë goli? Ndoshta në pjesë fort. Okej. Ka pas edhe 70 minuta për me kthye, vërteta. S'po e them unë se s'po vazhdoj më shumë. Kalove ngorat evropiane me Dugazinin. Dëgjoni, Dugazini nuk harrohet. Ne Dugazinin, kur kemi shkuar në Dugazin, siç po ju thoya më parë, Dugazini ka qenë në vendin e 8. Në vendin e 8 e kena marrë Dugazin. Në zonën play-off. Edhe i thoja dallë ne po na çfarë po bëjmë këtu. Ai ka insistuar. Po që një fut Superligë. Kemi fut Superligë dhe kemi dalë finalet kupës, mos harro finalet e Kupës Kosovës. E thash kombin. Minuta 109 minuta dhe 37 sekonda. Një kontë të fitu kupën. Ka qenë një korne. Korne e dytë nuk është korne, se nuk e prek njëri topin, po e kuptueshme nga Nuza. Gjithë mund të ashtu, edhe ai bëhet gol. Ajo korne e dytë bëhet gol. Pastaj dalim finalen e play-offit me Trepshën 89, ku mos harrojmë në atë ekip luante Muharrem Jashari, lojtari Muharrem Jashari, Ardian Muja. Ardhur Muja. Po, edhe ka qenë një tjetër i shpejt te në krahas, më kujtohet emri tani. I keni shit për ligë. Ato dolën vetë se penalltia është zulltari, si duhet të flasim vërtetën. Ata kanë pas raste më shumë. Finalet kupës. E humbasim, po Zoti na jep mas 3 ditësh. Po. Fitojmë. Nuk e di ç'keni keni mujt me Dugazinin. Lidh ekipin mas asaj ndeshje. Ja ta them unë. Dëgjoj, un kam meritat e mia. Po meritat mëdha ka Dallku. Ashtu si ju thash parë, Dallku ka një fuqi psikologjike të papame. Unë nuk e kam për shumë atë forcë psikologjike. Unë kem gjëra tjera, puna, studimi, shkollimi, eksperienca, që bojnë dhe ato, po Dallku ka një energji mendore shumë fort. Edhe ai pozitiviteti, ati vjen edhe nga karriera që ka pasur. Dallku më duket se është lojtari i tretë kombëtar shqiptar me shumë prezencë. Top 10 më kon, top 10. Jo, top 3 duhet jetë. Po jo lart është shumë. Top 3. Edhe fakti që ka lozur gjithë ato vite në Ukrainë bën vetë. Po ka një forcë e Dallkut është psikika. Është shumë i fortë psikologjikisht. Edhe nuk ka frikë. Një pyetje për ligën e parë, ku sot militoni me FC Vushtrën, një lider,
Se kjo jeta ju... Po pse? E ke nga gjyrat bardhë e blu? Jeta ju pas Prishtinës është pak si me vujtje me të liga të para, Superliga, me të play-offa, play-outa, barazha, finale, kupash. Po përnim sa ka një ditë, edhe ki përshë Unë mendoj që jeni tresha që keni pas emocione ma shumë të për trenera në vitet e fundit. Sa barazhi, sa kupa, sa ndeshje vendimtare, do me thonë, a i keni bo maqet e zemrës. Po të them diçka. Ju e keni parë Dallkun që është shumë aktiv. Edhe i themi ditë, ne kemi ato orat, ke parasysh ato orat që masin pulsin. Edhe i them veje pak orën. I them më shaka. E kup. Edhe i shkon të rrallë, edhe i shkon 183, 185, diçka e tillë. Ta dhe në lojë, kur kam luajtur ka shku kaq. Kështu që është emocion shumë i fortë. Po puna jonë është e tillë, dëgjoj, neve na pëlqejnë sfidat, Dallkut i pëlqejnë shumë sfidat. Nuk e di, është i apasionuar me sfidave. Edhe kur los futboll vogël, me fitu patjetër, është edhe kur hyn tash me ekipin që lozim fund fare, se bëjmë sfidat. Agone unë s'los për vetë. E ke lorë, a? Jo, nuk kam lorë. Se kena lu që atë kohë në fillim kur erdhe për Shqipërisë. Jo, nuk... Lunim ko pasko e kallë qeto. E kuptoj që përshkëroj. Edhe një ekip e bën Agoni, një ekip e bën Dallku. Luft, edhe unë jam arbitri. është luft. Unë, në e pak nga Agoni, se me i ri, me i vogë. Po është luft. Do të fitoj. Jo, neve na pëlqen sfida. I thash Dallkut një ditë, ke parasysh e filmin e Tom Cruise-in, ajo Mision Impossible. I thotë e vështirë, thotë është e lehtë për ty. Impossible është pamund. Edhe puna Dallit, nga herë nga dalë se jo, kemi pasur emocione të forta. Emocione të forta shumë. Sidomos me ushtren sezonin e kaluar, penaltit. Për shembull, diçka të bukur për vushtrin. Për njerëzit e vushtrisë. Nuk duhet thoja tifoza se nuk duhet ti ndaj. Po s'për dashsit. Ka qenë një kartolinë e papara jo Fadil Vokri i mbushur. Njerëzit janë shumë apasionalë. Neve në Sevilje na vinë 50 veta, atu se ku jemi që në Real Madrid. Si Superliga tifoz ndeshje. Jo, me që në Superligë me shku ekipi mirë, për shkak se ka shi. E ç'të pyetje ka shkombini? Për Superliga po jeni. Me qenë se edicionin e kalum nuk patët fat, a është ky edicion momenti i duhur? Edicion e kaluar, lapi ka pasur diçka më shumë nga ne. Ne kemi pasur raste se ishte përgatitur loja, po lapi e meritoi. Jo, po bëjmë ç'është e mundur, faktikisht. Po bëjmë ç'është e mundur me një Superligë. Liga e parë është rritur, është rritur goxha, e dishikueshmëri ka shumë. Edhe konkurenca është e fortë. Është konkurenca fortë, ekipet janë të organizuara. Kemi shumë shanse për hyrë. Kemi shumë, edhe ne jemi forcuar tani. Po rrëshit se kemi qenë vend parë, po jemi forcuar goxha. Edhe shikojmë kjo loja me Dinamon e Ferizajit të shtunën, ka shumë rëndësi. Shumë e rëndësishme është për ne. Për vazhdimsinë. Kur t'ja po të emisioni dihet rezultati. Në shkojnë, laj. Po, jo, ta kisha fjalën këtu që gjasat edhe e meriton vushtria. Unë e mendoj që për futbollin e Kosovës është domosdoshme me hi vushtria ndoshta vllaznimi liria, se numri tifozëve, disa ndeshje që nuk ta japin përshtypjen e Superligës, që luan këtë sezon Superligë me 8 tifozë, me 10 tifozë. Në më dhonë ndryshon kjo. Kime pas vështirë të me ullëtu me shku me fitu në Vushtre, kime pas vështirë me fitu në Prizren, ose kime pas vështirë me shku me fitu në Gjakov. Jo, të po ta them, nëse shortin kup, kemi fat, edhe lozim Vushtre. Gjithë keni fat në shart. Inshallah. Edhe nëse lozim Vushtre, kush t'vjen via semifinal. Via semifinal. Jo, nuk them që Vushtria kualifikohet, po që i do i nxjerrin probleme çdo lloj ekipi. Është dëgjoj. Është ajo që vë thoja është parë që Dallku din t'i përgatisi shumë mirë lojën. Naturalisht e kemi edhe Agonin si video analist, ajo ne jemi të pandashëm, po ta kam fjalën nga pikpamja
e përgatitjes. Psiko emotive është shumë i fortë. E për nuk ka frikë. Si interesant. Një pyetje për fund. Edhe më e bukur është që los për fituar. Se është një tjetër. Se Normalisht. thonë jo të lozi me dritën dhe fitoj. Po nga dalë se të lozi me Prishtinën fitoj. Po nga dalë se nuk është ashtu. Është i fortë. Një pyetje për fund. Të këto vite në futbollin e Kosovës, a vren ndoj dallim, ndoj ngërritje? Jo, përmirësim ka. Përmirësim, po. Dëgjoj, përmirësim ka. Unë kur shkoj në Tiranë që flasim me shokët atje. Nëse ka një matë si e matë futbollin janë rezultatet. Edhe nëse bëjmë një krahasim të thjeshtë. Futbolli i Shqipërisë duket bukur sepse lozin në stadiume në fusha të mira. Po kjo nuk do thotë që ka më cilësi se sa lojtarët që ne kemi. Edhe mos harrojmë drita, jashtë një ekip shqiptar se ka arritur atë që ka drita. Nuk them që futbolli i Kosovës është më lart se ai i Shqipërisë ose ndryshe, po aty Kosovë Shqipëri sot do përdorja një fjalë, ndoshta mund të jetë gabim, po Kosovë Shqipëri janë partner. Nuk jemi më vëllezër. Po jemi pak në atë qasjen politike sportive. Është gabim nëse ne mendojmë nga Tirana jam. Po. Nuk ka më vëllezër. Jemi partner. Duhet mendojmë që ne jemi partner. Do të hymë në këtë orbit. Nuk duhet të ekzistojë më Kosova Shqipëria, po duhet të ekzistojë Prishtina Tirana. Unë kur shkoj në shtëpi nuk them që ikin Shqipëri, po ikin Tiranë. Kur vi këtej nuk them po ikin Kosovë, po them jemi partner. Edhe Shqipëria duhet ta kuptojë që Kosova është partner, edhe Kosova duhet ta kuptojë që jemi partner. Ta ketë ekipin, talentet e saj të mboj vetë, çfarë po domethënë, apo? Mos me livri talentet shumë. Jo, unë në një intervistë Klan Kosova, nuk e di e keni ndjekur, edhe them këtej që kush lind në Kosovë, do të lozi me fanellën e Kosovës. Edhe këto polemikat që bëjnë shqiptarët e Kosovës, jo ai iku me kombëtare shqiptare. Ne kemi shqiptarët e Kosovës që janë lindur në Zvicër dhe lozin pse s'vinë ato në Kosovë, po lozin atje. Është e njëjta gjë, po këto janë më tepër llafe kafe se sa janë unë mendoj që kush lind në Kosovë duhet luajë me Kosovën. Nëse Kosova nuk e ofron, atëherë po është e drejtë ti të lozi me të gjithë. Po me sa po shikoj edhe kjo punë shumë shpejt po merr fund. Po partnerizohet kjo, nuk është më kjo ndjeja e superiorit Shqipëria. Shikoj shumë të nivelizuar. Kemi arritë, kemi. Prof, falenderojmë shumë që ke gjetë ku me ardhë, me na nderu podcastin tonë. Të urojmë shëndet. Që doni të mbushni programin, marrin pak meze, gjenerati, edhe s'është problem. Po bëj shaka. Kënaqësi shumë me madhe për mua, se ju konsideroj shok. Është dhe kjo tjetra se ka shumë rëndësi. Ju konsideroj shok. Pak shok kam në Prishtinë, po ju jeni nga ato që ju konsideroj shok. Edhe më vjen mirë dhe ju përgëzoj për emisionin, edhe suksese në episodet e tjera. Faleminderit shumë. Na duke i falenderuar sponsorin tonë të artë Exfis dhe juve shikues të nderuar, shihemi javën e ardhshme.